pa apet s'mushin me dal, edhe pak. Atëre lutet I treti. i treti. Çka tha i treti s'na, jemi muaja. Jam me ti, e di që është me punëtor, diçka kështu që E ky i treti kishte pas një punëtor, kishte punu taj, edhe i kishte lënë një hise të pasurisë të kitë që kitë t'ja ruje. Ki çka bën e merr pasurinë e tij e riinveston. punëtorja kalon pasurinë pronarit. Pronarit. Pronari pasurinë Pronari ja çka merr. bën pasurinë e atij e merr edhe e riinveston. I blen do dele do lop, dhe shtohet numri i tyre. Me parat e punëtorit. Dhe parat e atij. Punëtori s'ka qenë më aty. Jo, punëtori ka shku të shtëpia, ka ardhur ka punu te ki. E qartë. Disa rivajte përmendet që ka punu ores. Sa më rëndësi. Sa është më rëndësi detali? Punëtor, ka punu rrogën. U ka dosh pagesën me adhon. Ky një hise ka marrë, një hise kalon te ki, ka thonë devida e marr. Edhe s'ka ardhur me marr. S'ka një kohë më të gjatë. Qartë. Edhe ky ndërkohë çka bën? E merr pasurinë e punëtorit vet, E riinveston. e bën një investim. Ky në vetë e bën, pa e pyetat. Ama ky këtë investim e bën për hir të Zotit. Kuptimi në asaj që nëse tregoti suksesshëm investimi, japë fitimin me gjithë investimin punëtorit. Nëse dështon, ja e papet punëtorit. Pjesën e rrogës. Pjesën e rrogës që ke kalon aty. E qartë. S'ka, jo, nëse djegët vallone, ndoshta një biznes, po djeg kështu s'ka kur gjë, kanë hup ato, ja. Kje ka bo me një qëllim njetë shumë fisnik. A ki parasysh. Edhe kur vjen ai punëtori mas një kohë gjatë, thot ki frikën e Allahut, thot bëma hakit tem, thot po, ta ja bakin tant. Thot ta kjo janë çto lop, çto bakti, me gjithë çabanin. So përpara kam bler, me thot se dhe ajo është me parave tuja u ka bler edhe ai. Thot ki frikën e Allahut, mos u tall me mua. Që ki kalon diçka pak, shki thot shko mere një shtallë të madhe aty me gjithë rob, me gjithë punëtar. Vallai që ato krejt janë tujat. Sune me parat e tuja, kom marë, kam blej pak hajvan, janë shtu hajvanate, edhe matë pasuri bashk me çobanin, tujat janë, meri, shka. O, kam qef që këtë shembull në kohë moderne, çish kish mujt me ndodh. Shembull, unë punoj te ti, shembull, 200 euro mes, s'mi ki dhonë ti mu 200 euro. E ti ma të 200 euro ki bo investim, Jam bo 20.000 euro. 20.000 edhe kur vjo në shumë. Që 20.000 euro, thot. 20.000 euro janë tujat. Kjo, a di si është, sikur sot një biznismen, kur shkon me blej mall në Kinë, shemull, ai blen gota, blen mikrofona, blen edhe çketorën, po e marr, edhe ai biznesmen ai. Po. E di, thot që kjo shitet shumë. Edhe thot që këto orët kam i blej, edhe kam e bon njetë që fitimi mi u shku punëtorve. Edhe e blen orë. E blen. Këta orët atë janë lirë, pak pare, na ma e di se që ajo ka mu shit. E qartë. Edhe bën një investim, shembo, prej 1.000 eurove, a e di se për qatimve 1.000 dhe 10.000 dhe bon. Edhe i blen 1.000 euro orë, edhe kryt fitimin e qatimve orëve, qka e merë, me ado punëtorit vetë. Edhe me thonë që këto janë para tuja. Si, unë e rogën e ka, jo, thotë se që kjo është biznisi jatë, që ki kanti është brenda bizniseve të veta, brenda lokalit vetë, dyqanit vetë. Sa e pronari e ka bo këtë veprim brenda tokës vetë, irthit vetë. Se ka pos baktit e veta, ka pos pasurin e vetë, tokën e vetë. Po i ka bo një investim me njetë që mi shku fitimi punëtorit, që ka punu, të kje. Edhe thotë Allah, ti e din se unë këtë e kam bo për hir të Allahut, për hirën tonë, do Zot. Andaj, doaja e ti ishte vendimar, se so është e rëndë me doa me para, kjo po. Te para. E që Allahu Azogjelli lëvizi gurin dhe dollën dhe shpëtum. Kjo ishte vendimarë që me shpëtu të tretë. Lutja e ti ishte vendimarëse, me këtë vej për të mirë që i kishte bo ki, për hir të Allahut Azogjelli. Të shifosh zotësia e ti, ideja e ti është, puna e ti është. S'ko të boj me punëtorin, eq? Kretë kjo e ka bo vetë. Toka e këti, a këto ki ka mujtë
Të kanë me 200 euro që 200 euro. Ja, me 200 euro ka shpi ka blenja 200 ora, 200 saata i ka blej. Për shemon, edhe që të 200 saata i ka shit 2.000 euro, masoni me 2.000 i ka blej 2.000 copa, i ka shit 20.000 euro, edhe kur vjen e mi marrë 200 euro, që të 20.000 euro të janë tujat. Kanë analizuar shumë. Po të me qëto 200 euro të tu. Edhe diçka, me dështu, mës mu shit saatat, me dal falc, prishta, kje ka bon jetë mi gjek 200 euro të vejta, që e me ardhën, a pet me edhon 200 euro. Që ta tregojnë atë gjune e sodit. Po, shumë e qarta, e ki qartësu mirë. Ky faktikisht e ka pasurinë e punëtorit vetë që kalon, e ka investu në pasurinë e vetë, me zero rizik për punëtorin e vetë. Kretë rizikun e ka marrë në bisupet e veta, ja që Allah i ka qu bereqet, ka dhejs, që me qeni sukseshëm a investim, e me fitu që ki punëtori kur ka me marrë pasurin ka thonë, mos u talë me muti, mos luj me mu. Mos luj, 200 euro t'i kumlon, po pëthu që 20.000 meri. Edhe ti ki fitu këto, pika unë i fitohë, e ti ki fitu, se une kja ka tregu pas e ka thonë, se une kështu kam bo, bashk me Robin me qobonin janë tuja, edhe qoboni është, e kalon pare, pak kalon diçka, ka marrë edhe bakti, edhe qoban, të më mila një bilmet madhe ka marrë me vete. Shumë mire të ke porzit. Tu tret kanë bo vepra gjigante. Njani prindrit, qumshtin ja ka thonë, ka prit një mëngjes, dyti ka refuzu mardhonje seksuale ma që e ka dasht. Kjo është materiale. Po, e treta, këtë te pare o islami muslimani, ja? Kjo është vendimmarja. Vendimmarë, së është andaj edhe e përmenda. Muslimani mirë është taj të putë qështja e pareve. Shife, vendimmarës është i treti i fundit. Që nuk është e letë me bo këtë fundit. Andaj mua më shqetson, kur ndo njëherë vinë vlezër tonë që përnë në për firma që pranartë e tyre janë bamirës, janë njerës qapin zëqate, ndimojnë, nga në tjetër punëtori i ti vjen kërkon, për shembol, tolla s'ka pare 1 maqin për me la tesha me blej. Apo s'ka pare me që thmije në spital. Ku punon? Të suna. Syve suna, më jo suna ndimon, që më dhe ndoshta ndë njëre ndimon fukarave dhe për mesmeje, so e di sigurt. E qartë. Suna që më burimira, njeri që ndimon sen... Punëtorin e kalononësh. Se me neglizhu punëtorin. Kurse punëtorët janë me një farforme aksionar në ndërtimin e firmave tona, bizneseve tona. Së pronare, sa do që është i zoti, i shkat, asë gjë së mboj vetë. A së mundet edhe në kinë me shku edhe me shit malë në dyqan, në firmë. Së mundet të dhjetë të banë. A së mundet edhe me ngarku edhe me shkarku, edhe me shit, edhe me distribu, me punëtorët me bo këtë punë. E ato punëtorë nuk banë me ilonën keq. Hajtë se e ki një rok. Me ndërtimin e firmës, edhe kjo du të me pas, kjo është takvallëko, dhe këtu fillon pranimi duas, pas e thote, pëse më pranu duaja, pëse djali e haram, pëse djali lunë ka marë, pëse djali më ka marë, pëse më vjen sabat djali, ka dalë, Allah. Këtu ka diçka që ka nej defekt. Rritët firma, rritët roga. Mustu im ta krasësh valla komunalici e ka rogën 500 euro, këto të mi të marrin 700. Po ama ti para 5 vjetëve ki pas qarkullim 100.000 euro, shte ki 1 milion euro. Ti, me automatizëm me si e rritja rogën edhe punëtorve. Sa i punëtori e shef qarkullimin, e shef punën, e shef bereqetin që është në firmë. Kur ka për ty letë ketë edhe parat. S'po thamun e ti me bo pa tjetër ortak. Po bën veprimet caktume, 1 artikull, 2, e bën jetë për punë. I ki 1.000 artikull, 1, 2 lene për punëtorët. Së është nëse dëmë në me mri këtë gradë, natyrisht. Pa dhe ba. Ose ka firma, s'ban me thonë, rritët në fund vitit, e shese ako në planifikum me fitu kaq, kanë fitu kaq, që qatë e dalë me punëtorët. Kjo është mundi juve, është sakrifice juve. Dhe tregova unë me qëllim e tregova edhe në javën e kalume, rastin tregimit, shumë ka si rastë, por një e tregova të një biznismenit
tonë në vendin tonë, që një ditë ishim duke kalu, tha që këtë objekt, që kishte një vlerë milionëshe, shumë miliona, tha e kom bo në pandemi. Pandemi mbyllë ka qenë kjo. Po unë në pandemi e kom bo. Edhe e lam, pastaj duke bisedu me te, su lidh kema bejti matë, ta unë në pandemi, tha gjë, kom pas bo 1 cent. A i haroj që kam tha ma herët, që pasat 2-3 orëve. E tha, ka qenë shumë, se e punon të një bransh që në pandemija e ra 0. I mbledha punëtor ta shifni. Ka që pare kam? Budget. Ka që madhë kam në dispozicion. Deri sa të hargjëm ato parët, askuj s'ka më përzun për i punë, askuj s'ka me zhdrip rogën. Barabar rogën kini me marë. Bashkë kina me fitu, bashkë kina me falimentu. Shtash kina me falimentu bashkë. Qatë pasuri, ka që parët, a dini budgetin e kam, ka të reguaj. Halal i kaut. 200.000, 300.000, 400.000, se ka pasu, nuk e di. Që këto, sa t'i hargjëm, për afërsisht 2 vjetë, 3 vjetë që ki budget në ama krejtve. Kërkujtë si tham dripi punë. Si a thej zemrë Kur t'i hargjëm këto pare, atëre madhin që ka i kimi në dyqan, magazin, depo, deri sa t'a shqesim, kina me fitu 1.000 dinar, 2.000 dinar, kina me nxirë, promet. Jo fitim, s'ka për hyrje që i themi na. Që ato, sa veta imi 10 veta, kina me do ka 200 dinar, ka një buk në dorë të shpija. I që ka do, mëse kini gale, deri në fund të shtu, tha, e qesh mi dyqonin, e më qesh mi dyqonin, asku si ke në dyqan. Iq, rogët i mirëshmi. Deri sa Allahu e që një person në dyqan, ma dha një ide, gjithë kohë se kemi punu një punë që s'ka të boje me natyrën e punës teme. E bona një porosit, një malit, a e vike, u shitke, punëtor të rishen, bashkë me mu. A e malit, vike, u shitke, rogat i mrishmi krejt, u boj lokali, ajo objekti i madh, edhe në metën, kodi sa fitim, në fund tha, kur në beti dikun ja 50.000 euro, tha një vlerën një malit, me qatë që kina fitu, tha, background. A i madhë si kënë dyqan s'kish boj me dyqanin tonë. Tha në fund të thira atë që u bo sebeb, tha që di shka mene këtë madhë dhe gëzofsh. E jo t'ja, se du. Janë ngarkova jada shtatë. Po, e ngarkova jada shtatë, i tha falë madhën jada. E i thash ati, kjo, këtë se paske pi pandemis, këtë e paske pi punëtorve. Që i ke bo një vepër për hirit Zotit, e Allah të ka këthi kështu. A lëvizin gurzit, a ban njëre miliona kur s'lëviz kur gjohë, valla ban, që shembullin e kam, me emër me mbjemër e di njëre. Kohë pandemie. Kohë pandemie, 3-4 miliona, ku di sa i banë, një objekti ma shumë do shto. Allah e shpërbleft, edhe pse se njohë, unë se njohë, Allah e shpërbleft.